Rreshtit të dendura shiu përfshin qytetin e Durrësit gjatë mesditës. Menjëherë shumë rrugë u mbuluan nga uji, por më problematike janë rrugët në kryqëzimin e stadiumit në lagje numër 18 të qytetit. Rreshtit me intensitet të lartë menjëherë krijojnë probleme në këtë pjesë të qytetit, duke shkaktuar përmbytje dhe rreth të shumta automjetesh. Uji ka arritur shumë shpejt nivelin e trotuareve, madje në disa rrugë edhe sipër tij. Edhe rajoni Lezhës është përfshirë nga era e fortë me stuhi shiu. Kjo situatë ka sjellë pezullimin e lundrimit detar për peshkarexhat dhe mjetet e vogla të peshkimit në Shëngjin. Forca e dallgëve të detit ka arritur deri në 8 ball dhe shpejtësia e erës është mjaft e fortë. Po ashtu, stuhia ka sjellë probleme edhe në furnizimin me energji elektrike në disa zona, pasi ka dëmtim të linjave. Grupet e punës së operatorit të shpërndarjes energjisë elektrike ndodhen në terren dhe po punojnë për riparimin e defekteve. Edhe gjatë të martes në vendin tonë, moti do të jetë me rreshje shiu, rreshje bore në Verilindje dhe Juglindje, ndërsa temperaturat do të shënojnë rënje.